Vendet europiane duket se kanë reaguar ndaj presionit të Shteteve të Bashkuara lidhur me angazhimin e tyre në kuadër të aleancës ushtarake, duke ndërmarrë hapa konkret për të zbatuar marrëveshjet ekzekutuese për përdorimin e bazave. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se mesazhi i dërguar nga Donald Trump është kuptuar qartë nga aleatët europian. Komentet e tij vinë në një kohë kur Washingtoni ka shprehur hapur pakënaqësi për nivelin e mbështetjes që disa vende të NATO-s kanë dhënë në kontekstin e përballjes me Iranin, si një sinjal konkret i kësaj pakënaqësie. SBA ka njoftuar tërheqjen e rreth 5.000 trupave nga Gjermania, duke rritur presionin mbi partnerët evropian për të marrë më shumë përgjegjësi në fushën e sigurisë. Duke folur nga një samit i komunitetit politik evropian në Armeni, Rutte theksoi se megjithse ka pasur zhgënjim nga pala amerikane, vendet evropiane tashmë po sigurohen për marrëveshje dypalëshe për bazat ushtarake të zbatohen plotësisht. Ai përmendi një stër shtetesh që po kontribuojnë aktivisht, përfshirë Malinezi, Kroacin, Rumaninë, Portugalin, Greqinë, Italinë, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë. Në të njëjtën kohë ai nënvizoi se disa vende kanë mbajtur qëndrim të rezervuar. Spanja për shembull ka deklaruar se bazat e saj nuk do të përdoren për operacione që lidhen me konfliktin në Iran, duke reflektuar dallimet që ekzistojnë brenda aleancës për mënyrën e përfshirjes në këtë krizë. Rutte bëri të ditur gjithashtu se një numër gjendje më i madh vendesh europiane po ofrojnë kapacitete shtesë ushtarake, si anije për zbulimin dhe pastrimin e minave detare pra ngjyrit, në përgatitje për një fazë të mundshme të re të zhvillimeve në rajon. Këto masa synojnë të forcojnë sigurinë detare dhe të garantojnë lirinë e lundrimit në një zonë strategjike për ekonominë globale. Në horizont mbetet edhe mundësia e një misionit të përbashkët të ndërkombëtar për sigurimin e kalimit me ngushticën e Ormuzit, një nismë që shumë vende europiane kanë shprehur gatishmëri ta mbështesin pas përfundimit të konfliktit.